Përshëndetje shok, mirë se erdhët në hapësirën time të ushtrimit dhe relaksimit. Emri im është Ivana dhe sot ju ftoj të gjejmë vetbesimin ton. Çdo të thot kjo, do të thot të besojmë në vetvete, të dimë se diçka mundemi. Kur unë e di se mundem, atëherë jam më e forta në botë dhe mundem të gjithë të ndihmojmë dhe të gjendem kudo. Gjithçka që duhet të përfundoj, ta përfundoj mirë dhe bukur. Si e gjejmë vetbesimin ton? E gjejmë se mësojmë diçka të re. Do të fillojmë të ushtrojmë diçka, do të gjejmë forcë, energji dhe kështu mbushemi me vetbesim. Dua të fillojmë të gjejmë brenda nesh. Do të qëndrojmë me duart të shtrënguara anash. A jeni të kërrusur apo jemi të drejtuar? Kur jemi të drejtuar, e dim se kush jemi më fort, ku jemi, çfarë bëjmë këtu. Të dashur fëmijë, dua me këtë qëndrim, me këtë forcë, me këtë energji, të fillojmë të ushtrojmë dhe të mësojmë diçka të re. Me duart pranë trupit, grushte të fortë, do të fillojmë të marshojmë. Do të gjejmë një ritëm. Do të ngrejmë gjurin dhe dorën e kundërt do ta lëvizim. Do të marshojmë si ushtarë të mëdhenj, si një ushtri, si njerëzit më të fortë. Këtu do të përshpejtojmë dhe lëvizjen dhe frymëmarrjen. Dhe këtu do të ndalojmë fort dhe do të vërejmë përsëri nëse jemi të kërrusur apo të drejtuar. Dhe këtu, me këtë forcën tonë të gjetur, do të gjejmë një ritëm, të kërcejmë dhe të përplasim me duart lart dhe të mblidhemi mbrapa. Do ta përsërisim disa herë. Merr frymë lart, nxirr frymën dhe mblidhu. Merr frymë, përpiqu të gjesh një ritëm, energji, forcë, buzëqeshje dhe gëzim. Merr frymë, nxirr frymë, gjej, nxito, merr frymë, nxirr frymë. Dhe këtu do të marrim frymë. Dhe rrahja e zemrës është e fortë, e fuqishme, e përshpejtuar. Ajo është zemra jonë, e fortë, e fuqishme, që mund të arrijë çdo gjë. Dhe tani do të shkojmë në tokë. Me duart dhe gjunjët në tokë. Dhe do të bëjmë 3 pompa, por me gjunjët në tokë. Merr frymë mirë këtu dhe me kraharorin shko poshtë. Merr frymë këtu dhe shko poshtë. Merr frymë dhe bjerë në tokë. Merr frymë, qetësoje rrahjen e zemrës. Zemra jote rreh me ty. Dhe si sfidë e fundit, në këtë seri ushtrimesh do të gjejmë një dras. Trupin do ta bëjmë të fuqishëm dhe të fortë. Do të ngrihemi në duar dhe këmbë dhe këtu mbajmë. Marrim frymë. Ndoshta do të dridhemi, ndoshta do e kemi të vështirë, por do fillojmë të numrojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe kërcej deri në fillim fëmijë. Gjeje këtu energjinë tënde, zemrën tënde të fortë që mund të arrijë çdo gjë. Të dyja duart do t'i vendosim në zemër, do të marrim frymë. Qetësoje zemrën dhe nxirë frymën. Mundesh, merr frymë. Dhe nxirr frymë dhe e di se mund të arrish çdo gjë. Do të marrim frymë dhe do nxjerrim frymë. Këto ushtrime si sfidë do t'i përsërisim, sepse gjithçka që përsërisim, mësojmë. Do të fillojmë me marshimin. Tashmë, si lokomotiv, mbledhim energjin brenda nesh. Forcë. E dim se mundemi më shumë. Dhe këtu do të ndalojmë fort dhe do të përgatitemi rrahjen e zemrës ta lëvizim mirë. Hapi këmbët, duart lart, kthehu dhe nxirr frymë. Dhe ndoshta do të lodhemi dhe ngadalë do të bëjmë një herë lart dhe do të kthehemi. Kjo mjafton. Nëse sot kaq mundemi.
Para se të shkojmë poshtë në tokë, do të marrim frymë mirë. Të duar do t'i vendosim poshtë, njërën këmbë mbrapa, këmbën tjetër, gjunjët në tokë, dhe tani përsëri do ta përsërisim sfidën tonë. 3 pompa fëmi, mendoj se mundemi. Merë frymë lartë, dhe nxirre frymën e lëshohu. Merë frymë lartë dhe nëse bie në tokë nuk ka gjë, nxirr frymë lëshohu. Edhe një herë, merë frymë dhe nxirre frymën. Zbutu. Bravo. Të gjithë këtë e mundim, të gjithë këtë e dim. Sfida e fundit, të jemi të fortë, të fuqishëm, duart janë në tokë, këmbët janë të forta dhe të ngrihemi lartë. Dhe marrim frymë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dhe fëmi i vogël. Shko poshtë qok, nxirr frymë. Bravo! Këtë sfidë mundesh. Do ta fitosh me ushtrim dhe do mësosh të jesh më i fortë çdo ditë. Lëviz mirë gjunjët. Dhe me duar do të ngrihemi lartë dhe do të kërcejmë deri në mes që të gjendemi përsëri të fortë në fillim. Të shohim si e kemi zemrën, merë frymë. Dhe qetësoje e nxirr frymë. Kontrollo shpatullat nëse jemi të krusur apo jemi të drejtuar me krenari. Qëndro me vetbesim. Tani jemi plot me vetbesim. Si ndjeheni ju, të dashur shok? Më tregoni, a jeni tani më të fortë? Unë mendoj se jemi. Deri herën e ardhshme, ju përshëndes dhe ju dëshiroj shumë forcë dhe energji çdo ditë. Shihemi!